Teleshikus nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejti nga studio numër 1 e emisionit në Kosovë Show. Jemi sonte këtu në emisionin Kosovë Show, ju e dini që ky emision ka një drejtues emisioni, por sonte e kemi nxjerrë me shkelma për jashtë. Do thoni ju pse? Na e ka pu majt hunës. Javë për javë, emision pas emisioni, artist pas artisti, na ka lodhë. Sonte këtë studio kanë marrë në dorë artistët. Do t'jenë me ne sonte artistët më të mirë shqiptar nga gjitha trevat shqipfolse. Por, si fillim, këta artistë mrekullueshëm sonte do t'jenë nën shoqërimin e orkestrës më të mirë shqiptare, një duar të kujtje mëdhe, Banda Seferi me ne sonte. Dhe në vazhdim, do doja të prezantoj me shumë kënaqësi të ftuarit e kësaj mbrëmje. Kam dhënë dhe kënaqësinë sonte të kem me ne një ndër këngëtarët më të mirë shqiptar me një duar trokitje, vjen nga Maqedonia, Mentor Kurtishi. Një tjetër super artist sonte me ne, kolegu i mrekullueshëm Ylli Demaj me shumë duar trokitje. Kam dhënë të prezantoj me shumë kënaqësi një këngëtare të jashtëzakonshme që i ka dhënë shumë skenës shqiptare. Ajo është Mimoza Shkodra. Nga Shqipëria në një zë i mrekullueshëm me duar trokitje vjen kolegja e mrekullueshme Eugena Aliu. Nuk e pas kemi përzonën, këtu është këtë. Lan, halo, këtu jeti. Po lan në vëllai. Seriozisht e ke? Për zotin po. Oke, prezantojmë Eduard Trokitje, prezantuesin më të mirë shqiptar, Shpëtim Desku. Një këngëtar i jashtëzakonshëm, një koleg i mrekullueshëm, një zë i mrekullueshëm Eduard Trokitje, Shqipëri Kelmendi. Sonte drejton këtë emision këngëtari që ja ha zemrën prej Shqipërisë nën, që e dojnë krejt shqiptarë në krejt botën, Sinon Hoxha. Hajde Sinon! Bravo! Oke, më faktë nuk di të prezantoj emision, po e nisëm pak sa për hajgare. E dul për i me. Dul për i me. Oke. E filloj me mentor 30 vjet në skenë, mos më shumë. Sa u bën? 30 e më shumë. Oke, në këtë 10 vjetor të emisionit, kolegu ton, miku ton, Shpëtim Desku. Ma përshkruaj pra gjithë këtë rrugtim të Shpëtimit. Shpëtim Desku është pak një emision me folë për Shpëtimin. Duhet me pas ma shumë emisione me përmbyll historien e këtij njeriu. Aq i palodhshëm, aq punëtor, aq njerë i përkushtuar në punë, së që është për respekt. Ja kanë zili shumë, zili për të mirë, dhe me thonë që punon aq shumë, ka pru artista këtu. Besom që është punë shumë e lodhshme, gjithë këtë staf e ka, gjithë të njerëz. Bjen orkestrën më të mirët që ka ekzistojnë në Ballkan. Të gjitha këta qenë në emisionin e Shpëtimit Kosovë Show. Edhe respekt për Kjo meriton një big up, por edhe burr më i poshtër në plan. Jo, gabim je. Djalë më familjar edhe më djalë bujar, shokën si një gjanë. Oke, është e vërtet. Dhe në vazhdim, kolegi mrekullueshëm Yll. Një përshtypje për kolegun ton, për mikun ton, e kemi të nevojshëm ta kemi edhe nga ty këto momente. Me të folë për Shpëtimin, unë ka vite që nifem me Shpëtimin, po mas është 10 vitori, domethënë kam qenë prej ditëve të para, deri me ditën e sotit me Shpëtimin në shumë emisione, në shumë grupe muzikore, kam kaluar shumë mirë. Çka e veçan së Shpëtim, edhe fjala vet emri i tij na tregon një domethënie shumë të madhe. Ju ka animuar shumë këngëtarë, tu nis pe vetes time, pe gjithë, ndoshta edhe për juve më thon lirisht, e shumë tjerë, po e them me plot zemër, ka marrë njerëz për rrugë dhe i ka ndriçuar, ka ndriçuar jetën, kështu që Shpëtimi edhe familja Shpëtimit dhe komplet stafi i tij na meriton një shtep o një vulje të madhe bamirësisë dhe gjithë të mirë. Mimoza Shkodra. Qa me thonë për Shpëtimin, edhe unë ka vite që e njoh dhe e bën një punë të mrekullueshme. Realisht nuk është lehtë neve me na mbledh këngëtarëve e gjithë këta muzikanta, gjithë këta staf që e ki këtu, që e bën një punë shumë palodhshme. Qysh e ki zemrën, ta ka dhuru Zoti, ti ka dhuru gjitha të mirat, kështu që nuk di qa me thonë ma shumë, veç të uroj suksese të mëtujshme edhe. Faleminderit. Eugena? Po tha shumë fjalë të mira. Unë nuk kam aq shumë vite që njihem,
Jemi njohur 2 vitet e fundit, diçka e tillë, 2-3, por realisht është sikur ta kem njohur gjithë jetën time. Domethënë në një kohë aq shkurtër, ne kemi patur një marrëdhënie shumë të mirë me shpëtimin, me familjen e tij, me komplet stafin. Është një njeri i mrekullueshëm mbi të gjitha. Shumë i zoti në punën e tij dhe PR, që duhet theksuar, është ai që hap rrugët edhe pastaj tjerët e ndjekin. Dhe unë besoj që ky suksesi yt nuk do ndalet, sepse çdo gjë e ka një bazë shumë të fortë edhe ty të ka krijuar Zoti për këtë gjë. Edhe e plotson në të gjitha dimensionet e mundshme. Kështu që jam me fat që të kam njohur personalisht, që punojmë bashkë, por që të njoha edhe shpirtin mbi të gjitha. Kështu që është kënaqësi shumë e madhe për mua të jem këtu në këtë ditë kaq të veçantë për ty. Sa bukur flisni ju të Shqipërisë. Sa mirë flasi këta Sa mirë shqiptarë. flasë të thonë që shqiptarëve. na sjellin atë Sa mirë punë. folë të shqiptarëve. Bashka... Okej, ai që mund të flasi, besoj unë edhe pak më shumë se ne tjerët është njëri shumë i afërt i tij, besoj edhe në profesion. Shqipëri Kelmendi. Qa të them, a më theme po që Shqipërisë. Të marë parasysh shpetimin. Faleminderit publik, faleminderit gjithëve, faleminderit juve që jeni sonte këtu në këtë përvjetor sonte. Me shpetimin jemi bashkë tash 20 vjet gati. Po dallimi është në mes një producentit të mirë, edhe në mes të një vizionari, edhe në mes të një pike që e ka qitë, në mes të aktorit ose këngëtarit. Me shpetimin jemi bashkë shumë gjatë, kemi punu bashkë, kemi ndjekë shumë rrugë bashkë, po jam shumë i kënaqur që shpetimi ka rrit me mbledh të gjithë këta njerëz edhe me mbri në qëtë pikë që është sot. Atë puthi ama vonë. Stash kanë 3. Ko që nga të kem dëshish. Tash atë puthi atë alo ma vonë pak. Okej, tani më mbështira për në fund, jemi mbledh sonte për ty shpëtim, kështu që dua që sonte të më përshkruash me disa fjalë zemre të gjithë të rrugtim të jashtëzakonshëm të karrierës tënde, jo vetëm të 10 vjetorit tënd të emisionit, por ndoshta të gjithë karrierës tënde artistike. Energjia, gjithçka që të rrethon, edhe gjithë kjo punë jashtëzakonshme edhe e palosshme jotja, nga të buron gjithë kjo energji e jashtëzakonshme. Unë mas Po pari... e merr frymëzimin. Jo, mas pari nuk e kam shumë probleme fol për kush s'kam fol për veti. Do të thonë këtu sa ardh viju në plas. Niko, për sa sozita me fol për Po, ty një mama pak. jo, shumë mirë. Unë për veti s'kam fol kur në emision. Zotri zbato urdhrat, Jo, ma jo, ke po, varë unë jam- kumonën, tash lem tatuni mirë tani. Nuk paska sa më kese mu përgjigj, domethënë. Me konvent tonë ko ka trishtim. Unë për veti nuk flas kurrë dhe çka më fol për veti. Domethënë në punën që e bëjmë gjithë bashkë, është punë publike që shihet puna secilit. Edhe kolektive. Unë fillimisht pa Zotin një dhe pa publikun dy dhe pa juve që jeni sonte këtu, domethënë isha një njeri normal, kisha jetu dikon së më rëndësi ku, po këtë sukses të këshin pas. Suksesi i këtij emisioni është i përbashk me secilin njeri që ka shkel tash 10 vjet në këtë emision. Domethënë nuk është veç jami, ndoshta jami mas pakti, po u ktheva pak kështu në retrospektive, pava që në fillim të emisionit, në emisionin e 4 u kon Mimoza, domethënë para 10 vjetëve kur ka filluar ky emision. Emisionin e 5-6 u kon Sinani, emisionin e 7-8 dikon u kon Mentori. Mandej Ylli, po dihet u kon pjesë e pandashme kështu e krejt suksesit ton. Kena punu prej vitit 2018 bashk, prej Hajdelu Qyqekut, edhe mo nuk kemi nal kur, domethënë kena kështu fuqishëm kur ka shpërthy Qyqeku, nuk kemi nal kur. Sinoni, po flas tash prej fillim, edhe mandej po shkoj kështu si ura që qarkullon. Sinoni është, na e dim krejt kush është Sinan Hoxha, është një këngëtar që nuk ka shqiptar në botë që nuk e njeh. Mandej e pata të punu me një skin tjetër që s'është këtu një djalë Pakistanit, një këngëtare e kënoj, ke thash bashkë Sinanit. Domethënë për te shqiptarëve e njohin Sinanin, po Sinanin s'ka rëndësi e një publiku çfarë artisti është, po na që e njohim me mbrana Sinanin, Sinani domethënë është
ka djalë ma të mirë edhe nuk mundesh me konë me faci me pos Sinonin Mos më bëj të Prej tash. torturohem. prej tash. A më thë me fol, dhe më tash flas. Për publiku e nje Sinonin, po na rrethi ngusht që punojnë me Sinonin nuk e din ata çfarë energjie të mirë ka dhe çfarë energjie transmeton është ai djali që e unifikon grupin, ban zhurum, po prapë është dashnia këtë ekipes, domethënë është një shpirt që është një farë fëmijë marrë Sinonin që lëndohet shpejt kanë herë, po është ai fëmija që edhe kthehet në një bombon, domethënë edhe të përqaf me një herë. Shpirti i artistit. Po, pra është shpirti i artistit. Kështu reagon artistit. Sinan Hoxha është Sinan Hoxha, çka me thonë, më është djali që e dojmë si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në diasporë, si në Preshevë, si në Malzi, ku ka shqiptarë, e gjetiu, se dhe na i Nuk të mavozi. ndërpreva se më pëlqen shumë fjalët që the. Brenda meje thellë edhe ai fëmiu që është brenda meje ka qef të përkdhelet dhe të Është artist, pra. sigurisht. Mentori për miqve të mi, ma të mirë, dhe më thonë, nashta nuk kena bo shumë punë bashkë, po nuk mundesh me punu me se cilin njësoj. Po me dikon punë ma shumë, me dikon e rrinë ma shumë ndej. Jashtë punës. Jashtë punës kemi një mas shumë ti. E vërtet, me mentorin e kemi një kështu një energji që rrina për qef, flasim për qef, Po. kishim për qef, kajna për qef. Më thonë, mentori është shok jemi tash 20 vjet prej koncerteve të para që kena pas na Po. atëherë si prallë me Topan e deri sot. Do të thonë shumë ka rëndësi me njëri kur rrugton 20 vjet edhe nuk e ki asnjë problem me to. Donë është madhështisë nën, apo këtu është 20 vjet janë shumë. Mos të pas asnjë fjalë kështu, asnjë shkëndit keqe. Mentori është këngëtar, çka më thon më, është ai që i thojmë ato na Ibrahim Tatli se i joni këtu, është shpirt. Ylli është djali që sa herë ta thrasim, domethënë edhe kur na dështon e mysafiri thonë mbyll hajde se kem nevojë se të shtojnë janin, s'po mund vjen. Gjokeri. Ylli është gjokeri domethënë. Ylli Amerike ka ardhur direkt. Ylli është një antar i ekipës tonë, Ylli është i shtëpisë. i shtëpisë që ju them sinqerisht na kur i kombinojmë këngëtarë thamën moshkull, zakonisht për projekte festive, Ylli është njëri prej këngëtarëve i pa refuzueshëm për asnjë këngëtarës. Domethënë se cila këngëtare thamën ka qenë me bëj projekt me Yllin. Ka edhe më bukurosha si Ylli. Domethënë më të gatë nuk ka, s'besoj në strat, po Ylli është vokal i pastër, vokal i mirë, vokal Yll, që e dojnë krejt shqiptarët. Ylli është yll, domethënë. Vallë vazhdo që mimoza. Me mimozën, që ashtu njëmi si me mentorin edhe me Sinjanin edhe me këta që 20 vjet, pri koncerteve të para, pri Ulqinit që shkojshim në Ulqin, për në safari, e rrishim me ka një javë të shqipe edhin, me ka një javë, 2 javë, 3 javë, një muj për në ishim, pa u këthy në shpi, dhe me thonë, prej atëherë me mimozën, mimoza është ajo qika që e donë krejt mas pari estrada, e donë ambienti, rejthi jonë që punon me mimozën, se cili i ka fjallët më të mira për mimozën është zoni nashta maj veçanti femnave shqiptare, është edhe bukur, se kanë qef bajtë mi thonë që djemë s'nani me thonë e bukur, është edhe bukur, po është edhe qik që tashes 20 e kusur vjetë sa ka karrierë kjo, nuk e ka pas asnjë njollë zezë në karrierën e saj që ka shumë rëndësi. Do thonë mimoza është që kjo, një qik shumë e kujdesme, me mimozën me punu është ka gjë problem se është shumë kërkuese, edhe do të më konë një artist profesionist që shtu, shumë kërkues, luftarake do me bo sanin më të mirë të mundshëm që ka mundësi mu bo, edhe mimoza është për mua ashtu mimoza është prezente. Se është profesioniste. Eugena është qika që pju të regoj drejt publikut kështu, kur flasim telefon për qef ka një urë flasim telefon. Që nuk ndohem nashta me plot kolegë dhe miq edhe shok ton. Eugena është edhe vajzë që e kemi nimi që një 2-3 vjet nashta prej emisionit parë që kena po për 2-3 vjet. Eugena për tash është njëna prej këngëtarëve më të kërkuar në tregun ton. Domthonë është qika që ka shpërthy me plot hite edhe po kur sukses. Jemi të afërt shumë familjarisht, domethënë kemi energji të mirë edhe kemi një raport familjar që me Eugenën na ka lidh që kjo energjia punës është unë ju kam thonë edhe më thonë edhe kështu publikisht pe çikave në Shqipëri, Eugenën e du më shumë ti. Në Kosovë ka plot tjera që punojmë ma gjatë edhe jena ma gjatë bashkë, po Eugenën prej vajzave në Shqipëri, pe këngëtarëve, pe
artistave, unë këto e du dhe respektoj edhe e çmaj se është shumë e mirë, është në këngë, është edhe në jetën e saj përditshme. Shqipëriu, shku jam që 20 vjet, domethënë na mujna me Shqipëriu me mu bo copa, kanë herë kështu, mu bo copa, amo Letësoj sot mirë pak në momentin që shimi me Shqipëriu na dalin 20 vjet humor, 20 vjet punë, 20 vjet sakrificë, 20 vjet jetë edhe 20 vjet dashni. Vallai Shqipëri, ti je edhe artist shumë i mirë, edhe këngëtar shumë i mirë. Po mbi gjitha jetë djalë i mirë. Domthonë Shqipëria është djalë që më thirrën 3 natë, më hale kirri më ka prish në pej. E ka edhe kërë të vogël, një të malë, me të vogël nëse me të malë 20 vjen. Por djali që e din çka është arti, e din çka është kjo punë, e bën me shpirt, është shumë emocional, po është yll domethënë, është Ylli është ai. po yll kështu, yll artistik. Ylli po, ditën i të pejës jo, domethënë, ditën i ylla. Ha mentor? Thash për Sinanin, ne kemi ikonën Bali Sabri. A është Sabri Fizullahu i Shqipërisë kjo ja? E vërtet, Ha? e vërtet. Mendoj Dhe më thonë kohë se dikush, Sabria mos, çka me thonë, Sabria është artisti ikonik e shqiptarëve. Pa përsërishme. Po ky e ka dashnin ta jep çashtu si Sabriano. Po. Mos të jes borx, unë i kam këtu është ekipa jonë që për momentin mendoj që është ekipa më kompletuar në rajon, është një ekip shumë profesionale. Krejt suksesin unë ju dedikoj ekipes, mos i mes borx, domethënë pa pas një përkrahje të fuqishme të familjes, tema spori, nuk ish mujt me konë që ky shpëtimi që janë. Sot, une normalisht që aty në ju mungaj, edhe normalisht që ata e kanë ko gjatë fështirë punën temë që unë e baj, tashti është ora kur po gjërojmë 03 e 41 minuta me ngjes 24, edhe normalisht që ka plot net, sidomos në fund vit kur familja është sani që mu mungon më shumë ti edhe juve secili, se ju jeni bashkë me mu, domethënë gjithmonë dikush këtu është me mu që i mungon familjes vet. E vërtetë është. Po ata nashta nesër shkojnë të shtëpia unë prapë jam këtu tjetër mas nesëri. Po suksesi tam ja dedikoj njerëzve, secilit njeri që ka bën një kontribut të vogël në këtë emision. Mos ta harrojnë avnin, avnushin tonë që na e dojmë tonë, edhe avnia është ai që na mbledh, na thirr, na shtyn, na jep përkrahje edhe na thot ju doni me bo bashkë, me bo emisione të mira, me bo sane të mira, koncerte, gjona, avnia po është ai motori i këtij rrethi tonë. Patjetër, i këtij rrethi tonë. Kështu që Koincidenca e Hajris. po, në Hajria, nona e kujt, e avniot edhe plot edhe yllit, edhe Shqipëriut. 3 Hajria janë ato nona që i kanë lind 3 djemë të mirë. Ska të ndëruar duket që artistat e paneli janë të lodhur, po flasin pak për qartë, s'kan faj, kanë 12 orë në xhirim. Unë mendoj që ta tensionojmë situatën nga nëna tona, dalim te muzika. Ti duhesh me na knu son të mos harroj, janë orkestra e the ma herët Sinan që janë orkestra ma mirë në trojet tona, une i kam miq për zemër, edhe sa herë të i thras, këta janë këtu, janë banda Seferi apo vllazën Seferi që janë secili më i mirë se tjetri në instrumentin e vet. Kështu që respekt djem, jeni më të mirë se sa është publiku. Domethënë ata që ju njohin këtu afër e din çfarë djem jeni edhe për promoción s'po flas se ata që ndëgjojnë, ata që kanë vesh, ju ndëgjojnë. M'fal zotëri Sinan se të ndërhyra. A bëj thu kongës. Mos fole pak më shumë se çfarë duhet. Ti e din, ti mos më mnal, unë domethënë jam Drejtuesi i emisionit sonte jam unë. patjetër. Atëre, sonte duhet të thënë një detaj, një sekret, s'është sekret, një detaj. Të gjithë artistët, jo vetëm ne sonte këtu, po të gjithë artistët që shkelin të sken, performojnë 100% live. Playbacku të sken nuk nifet. Kështu që kush është dëshira jote, kush don që tani si son. Ekipa që kujdeset për tonin, të live-i, ti e din që Me live-i, unë do doja me gjithë zemër të bëja një super falënderim për një maestro mjeshtër të madh i cili na mikson me vegla, me këngëtar, pra bën një punë të jashtëzakonshme në post-produksion. Ai është maestro Drinor Zimberi, një super duar tërkitje. bravo. Drinori punon bashkë me Mirin në këtë këto që kanë e ndëgjojmë, po mos të harroj Sinan se mos ti mes bashkë.
stafi jonë që na realizon këtë emision. Këtë djemt. Duke filluar nga kameraman, operator, Bravo, regjia, një bravo, super duar të gjitje bravo, për regjin poshtë. Bravo. Këta punojnë shumë presion. Domethënë unë kanë njerë kur dal unë dal shumë rroll prej vetvetes, nuk bona kur nervoz. Ju mnyeni ton, çfarë më thon juve, po flas me publikun. Kanë njerë kur bojnë nervoz, këta e hojnë kameramanat edhe regjia. Domethënë juve, me juve keshi kanë njerë, po me ata poshtë kanë njerë prej këtë ushit. Më bojnë nervoz, ama tash e 10 vjet që u bë këtë emision. Nuk ka ndodhur një herë. Me thon a ban me lanë se jemi lohë. Kështu që është një respekt maksimal për punën e secilit që e bën. Po sa është e rrallë në fakt gjitha kompanitë, duke filluar nga çdo lloj kompanie, punëtorët çdo 6 muaj ndrohen. Është i vetmi ky emision ka 10 vjet, janë të njëjtit operator, të njëjtit regjisor, i stafi i njëjtë. Kjo tregon që ti i pagu mirë. Kjo tregon që unë jam i bindën se këta pa parë një 10 vjet e bojnë këtë emision. Se secili e nejt këto si e burri mirë ti, po unë po them këto rrinë se ti i pagu shumë. Unë mendoj që më shumë ndojnë se sa është çështja e ajo para pjesë. Okej, ti nisë muzikë. Ti e din? Jo, po talin dëshirë tënde. Kush ke qef të hapi këtë spektakël të 10 vjetor sonte? O, shiko, akrebat e orës shkojnë kështu nga e majta në të djathtë. Takon ty se sonte i edhe një koqiri, kështu që i zëti shpinë se hap emisionin mandej ti kush dush, ti vlerësoje, ti vendose. Okej, mi Eduard Trokitje, Banda Seferi, Hajde! Hoxha. Bravo! Zemrën goce si ja ka marrë, doli goca në pengjere, për me pase kush po vjen, po na vjen një djalë beqar, zemrën goce si ja ka marrë. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin rotemi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin rotemi. Ndoshta jam dhe fukara, por nuk blije me para, mos ma kimoj me hile, sa me do moj kur s'ma fe. Ndoshta jam dhe fukara, por nuk blije me para, mos ma kimoj me hile, sa me do moj kur s'ma fe. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin rotemi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, o kujtova se binte shi, ato ishin rotemi. Hey, 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 hey. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin rotemi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin rotemi. Njep njeruj se blaza, se më do gjivapa, se më do gjivapa, moj goce, njep njeruj se blaza. Mjep njeruj se plaza, se më do gjivapa, se më do gjivapa, moj goce, mjep njeruj se plaza.
Njep njeruj se blaza, njep njeruj se blaza. Se më do gjibaba, se më do gjibaba, moj goce, njep njeruj se blaza. Bravo maestro. Se më do gjivapa, se më do gjivapa, moj goce, njep njeruj se blaza, njep njeruj se blaza. Se më do gjivapa, se më do gjivapa, moj goce, njep njeruj se blaza. Bravo, Mushe! Ato tim t'i val, lullin për qafim. Si zan malim, trupin si selvim, syni zjarë kem, kale si në antim. Oj mive të lahko malitim, të rënda file mu lume ves, në këtë natë pa marim, puthjem tante po e vres. Përerin tim do në gjesh pikëllim, po do të shkrijem dashuri. Oj jam pres me paturim, të jetojnë sa jemi të ri. Bravo, bravo. Pse s'ma thire djall të vjo me ty, pse s'ma thire djall të vjo me ty. Orët m'duke gjata kur jam unë pa ty, orët m'duke gjata kur jam unë pa ty. Dole në dritare dhe me dorë s'ma ban, me kish marrë mali vajz, veç për zanin tan. Dole në dritare dhe me dorë s'ma ban, me kish marrë mali vajz, veç për zanin tan. O të kënov zemrën mërë bil bashkë me ju, se na keni kënaqë sonte. Publiku dashur, sonte ky emision është një emision pak më i madh artistikisht, sepse është një numër më i madh mysafirëve, jo pse s'morëm na mysafir shumë kanë po. Sonte kemi marrë, i kemi grumbullu më të mirë të këtë troje shqiptare. Për mua është privilegj me i pas këta mysafir që unë i kam pas ndër vitet që tash 10 vite, po kur i shoh një herë bashk, domethënë është një farë energjie këtë tjetër. Një nga ne kanë qenë secili këtu. Por kur janë bashk, energjia dhe atmosfera sigurisht ka më kon e modhe. Mos harroj se na mi falendëru edhe sponsorët e kemi që 10 vjet, para mendon nuk kanë lëviz. Kjo pije energjike që na e pim, çdo emision në çdo familje, është prej ditës zero. Golden Eagle është brendi pije shqiptare që prodhohet në Soarek, është prodhuesi 2 pijeve natyral dhe Golden Eagle. Golden Eagle më adim tash Shqipëri brendi këtë pije shqiptare, është kompania më e madhe në Ballkan që prodhon energji. Shaqir Palushi është një biznesmen fantastik edhe gjigant që ka mija punëtor rreth vetës, edhe financon këtë emision tash 10 vjet si non hoxha. Po në Amerikë piva një. Në Amerikë. Për zotë. Ylli për rasti vetë sa ka orë sonte prej New Yorkut edhe Los Regjinë, mos me fokusu shumë afër se po t'i vrej pak sytë të kuq. Sytë të kuq e ka marrë molli për nonën edhe për gruan kakait rrugës pak edhe për fëmijët. Po tash shkon edhe gruan për sa fol vetë për nonën, besoj që muna edhe nana kush më shku minimu. Se kemë se non tonën. Një hajrina me përshafu sonte po. Njënën po. Une i falenderoj Cima Construction, që është gjithashtu nga Soareka,
pe ditës parë jemi bashkë me Cima Construction, mandej valjon një kompani mbretëresh në Mitrovicën e Boshtri. E kemi Diamond Cleaning që tash po bën mrekullim, bën mbi 30 monë Vlekurës për pastrim, lazer, ndërhyrje. Domthon gjithçka çka ka të bëjë me të bukurën e keni Diamond Cleaning. Nuk kam i harruar partner tjerë, po kena me i falendëru ka paskue krejt ata që e kanë suportuar dhe ndihmuar këtë emision. Mimoz, japi Zvicrës për këtë emision, falenderoj shumë që ardhë. Faleminderit ty për Ti duhesh, besa më ka marrë model, lajt me të një kështu ofër, unë të kam, na kena punu bashkë, jemi bashkë që shumë vjetë, po nashta i ka do kuqi, si na po bashkë, edhe i ka marrë model edhe veshme në gjithë lajt të gnu. Jo veç mu, po të këtë publikut tonë se je bilbil. Patjetër. Apo që është? Hajde pra hajko. Mimoz, këllohu zemra? Faleminderit shumë. Qështu ki ndëroj kjo vokal pej që e njëhtë të kënu qështu? Sinan? Mimoza ka një vokal shumë interesant dhe jashtëzakonisht veçantë. Veçantë? Si të fillim me këtu Mimozan, me së mille e kupton që është Mimoza Shkodra. Vërtet? Kjo është... A i në tu kënotë sonte, mentor? Knatësi e madhe. Parë zotin. Për zotin, po. E di që i ladë djarë për New Yorkut, i ke ndru fiturimet, po... Ska lidhën, rregull e më. Kjo, kur të pushoj na, ma ndej, kur të ashomi këtë emision, keni me po që... Ta shqipe? E ka të vetën me plonë nështë të vërtet, po besoj që i shola që ka gronë vetë. Dhe më thonë se shqiptari e blenë edhe... Si shola. Jo, po shqiptari... Po thua, shqiptari edhe blenë tani ka qefi migrava vetë, mos me ble mandej edhe kështu pilot. Mos me pagu pilot, po te, se i dhimet. Apo që është, që është din ti? Nisha një herë me... I shkrin të balon. Në thonë është... Shka me thonë? I shkrin të dyjat, po aty kërhin kështë ka një herë, të fjallë. Pak në ojtë zemën. Hajde bil, qu. Nga zemra ime, ti më nuk dhe,
se di kush tjetër të përkëter. Ah, ti falëndrat në shpirtin tim, më shpërbleve ti me troti, nga jetojme ti më nude, se ti kush tjetër të përkëter. Ah, ti falëndrat në shpirtin tim, më shpërbleve ti me troti. Jo, se meritoj që ti me trotu. Jo, se meritoj që ti me trotu. E hapa sërëm dhe dy fjallë u shpitin, dhe u bram të kun ti përsëri. Aje shaje, nga zemrojme ti më ndugde, se di kush tjetër të përgode. Oh, ti falëndrat në shpirtin tim, më shpërbleve ti me troti, nga jetojme ti më nude, se di kush tjetër të përkode. Oh, ti falëndrat në shpirtin tim, më shpërbleve ti me troti. Jo, se meritoj që ti me trotu. Jo, se meritoj që ti me trotu. I hapa sëmron dhe dy fjallë në shpirtin, dhe u bram të kun ti përsëri. Nanaj, jo, se meritoj që ti me trotu. Jo, se meritoj që ti me trotu. I hapa sëron dhe dy fjallë në shpirtin, se u bram të kun ti përsëri. Faleminderit. Eugena? Na ke shkri sonte. Me pas këta bashk, edhe mos më knohesh dhe më thonë është e pamujshme, Zinon. A pajtohesh? Pajtohem shumë edhe unë kam një mendim tani. Çfarë mendimi Nga kjo ke? atmosferë e jashtëzakonshme që na krijoi Eugena, Po. do doja në krahun e tim të majt, Ha? jo për gjë, po më ka dhe dhëndër. Dhondër e kem. Dhondër e keni, ja? Po. Do doja tani këto momente një atmosferë të Po, jashtëzakonshme. vetëm një pyetje, cili Si nuk e kall ky? Po. Kam e kall unë. Ku? A këto në shtëpi?
Po. Ju garantoj me jetë nëse se kallës, kënën mirë Po. që është dim ky, Po, që është dim ky, po, kemi nxjerr haka? kena me rektu me skenës. Kemi nxjerr hak tja? Qërë Sinonin e kemi dhondër, E vërtet. edhe tash në s'du të me aprish këti. Ha, Jo, kur flet s'munia dhondri, priste. Dhondrët Shtyllë shtëpis. Dhondrët e na është... shtyllë shtëpis. A di qa dhondri? Çka është dhondri? Me bajtuj? Jo, më bajtoj. Të na Por është lirë. dhondrë dhe shelnja kur bilmet që s'kan pas. Po thua? Shelnja e modhe po druzar më zban. Edhe dhondrë Po jashtë thu- që ka mendon që e ki që ka për kur gjo se ki. Cilini më me fat. A ti që e ki mik, a ti që e ki dhondër? Këshere na ime Kumanov ka këngëtar shumë të mirë, E vërtet. edhe ki ka ardhë për ata ka morë pi Kumanov, ka di që i ka morë edhe një nuse të mirë, ma të mirë në Kumanov, ka di që është edhe ka me art, edhe ajo ka punë. E vërtet. Se arrit në përmes të muzikëve, në përmes të këngëtarëve atje. Ajo nuk këndon Ondra, po Këqen, në qatë vend Sinan? ku jeton ajo këtë këngëtar që janë, mos i përmeni me emna. Po, Kumanova ka nxjerrë artistë E vërtet. jashtëzakonshëm, E vërtet. edhe Kumanova për ata që nuk e din, përveç të gjithë bilbileve të muzikës popullore, kanë edhe një muzikë moderne, një rock që bëjnë Kumanovarët, është Na. një ndër Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ka shumë konga për rock muzikë. një vetë Kumanova. Po. Kështu që me shumë Apo duar trokitje ftoj Miku- mentor Kurtishin. Jo, me shumë do trokitje miku në Sinan Hoxhës mentor Kurtishin. Me shako janë iz dashnia, ku i bata mente mia. I martu me t'kaza sheri, një gru shpije njah të keri. I martu më kavaler, biznismen shumë frajer, po thënë baba për qënzi, po punon e për reshkim. I martu kavaler, biznismen e shumë frajer, po
shumë pas kam mërzitur, ka mërzitur vaj vaj. Asa shumë pas kam mërzitur, ka mërzitur vaj vaj. Kita kimi pa pritur, asa shumë pas kam mërzitur, ka mërzitur vaj vaj. Ka mërzitur, ka mërzitur, ka mërzitur vaj vaj. Kita kimi pa pritur, asa shumë më ka mërzitur vaj vaj. Asa shumë pas ka mërzitur vaj vaj. Kita kimi pa pritur, asa shumë më ka mërzitur vaj vaj. Asa shumë më ka mërzitur vaj vaj. Zamra, Bilbil, maestro, amani, F. Që ty, F. Pa. A dashnia të plos zemra. A dashnia të kalon zemrën, kur e din se është me tjetër, s'ke qka bon veç me mit vetër. A dashnia të kalon zemrën, kur e din se është me tjetër, s'ke qka bon veç me mit vetër. Paska njerëz me shumë fytyra po, e urrejun zemrën se ala e do, se o shpir, do di kjo. Paska njerëz me dy fytyra po, e urrejun zemrën se ala e don, se o shpir, do di kjo. Mos e rrej, ma tuta. Është hakmarrës më ndër, do më thonë, nxjerr hak, Ja, po shumë hakmarrës. Më shtini minutë konga që i kam kru para 15 viteve, tash koha ndryshon.
Mentori, Ama koha ndryshon, po vokali mentorit mentori, këngë fuqishme, mentori, jashtëzakonshme. i vetmi këngëtar, i vetmi këngëtar kur ka nxjerrë album, i ka pas 10 këngë në album, 12 hite. Domethënë ja 2 ka pas që nuk i ka plus i ka pas. Falënderes publikut, falënderes njerëzve, më kanë respektu, jam mundu me bo më të mirën, më kanë nderu, më kanë respektu, më kanë pranu mirë. Valloj mentorët të kanë pranu, e të kanë dashur, e vërtet. Po mes ma pas knuqësh kënën, as t'kish dasht, as t'kish pranu. Do më thonë, ti kënën si bilbyl, ma ndej ata njerëzit jenë dashuru në vokalin tënë, ki bëha do ma nëzorë, normalisht me plot vujtje është, do më thonë, është kë... Jo, qika, muzika është e mirë, po nëse nuk je njeri i mirë, nuk bëhat lafa e punë. Besom që gjithë shka mbarët këtë me karakterin e njeriut, gjdo sen, edhe lulja e ka aromën e mirë pëse është e bukur. E vërtet. Edhe këngëtari duhet më konë njeri, duhet me kënu mirë. Po. Për me dosh populli duhet më konë edhe njeri. Unë mendoj që, ja mundu me temën, mendoj që dërket moment kam kalu mirë me njerëzit, me punën. Po je bilbyl me lojen. Falënderit. Je bilbyl. Kush dënë me kënu dhonëri i Komanovës? Kush më donë? Apo donë? Në ka orë për një orë këtë këndoja këngëtari më i gjatë që ka estrada. është këngëtari më i madh? Më i madh. 2.17 edhe pak tavonin kam e na shfukin, e? Edhe besoj që ti kam e kënu sonde mas miri se djali ja kish ditë lidhjen, a? Por një me, a? Hajde orime, i boft, 100. Vokalet e pak më përpara me shumë të drejtë, vokal brillant, vokal i pastër. Vokal ekstrem i pastër. Ylli? Po, jashtëzakonshëm. Kështu Kështu që me një duar trokitje, Ylli Demaj. Mora se nam, para se me kënu Ylli, nuk e di mërë pëse s'pe pa një emision, si nam. Në Pëse s'pe pa një emision? Në tentativa e sipër jemi bashkë me menaxherin tonë Avnis Elimin, i cili po na shef, i cili kur të marrë emisionin do të rrifet Brutalisht. brutalisht. Po. Pasi në ka torturu, kemi 12 orë në emision. Publiku s'shef asgjë, ë? Publiku shef vetëm 1 orë e 30 minuta spektakl. Ha më ndër? Nuk mundet si cëllamiz me mbledh mjaltin. Thua? Je ti ai që e ki po këta. Ki mirë ashtu kënu, kënon mirë, e dojnë populli, rrejtë që t'i Kështu që rrejtë ku je. Para atmosfere e bën këtë dresën e pra të koncertën, i vetë mi këngëtarë që i shtin me hyp mi taburina, mi qu dur t'nalt, mi kallë shkrepzat, mi kallë qarqapat, kështu. Edhe kër e kam pasën në hoxhën, dhe më thonë për herë të parë, në TV Kuks. Në TV Kuks kam pa për herë të parë. A që i vjetër që jenë kam unë? Jo, ti nuk je vjetër, po je njëri hitëv. Edhe kam thonë kjo njëri me gjithë të statista, me gjithë ta njerëz në për videoklipe, vetë me kyç që i mbledh ka 200 vetë në klip. E ka pas një gjiri ma herë të na, erdhen 300 vetë, thash kush janë, ku jeni? Tha me sinarin, thash, ornoni. Dhe më thonë 303 vetë ishin ardhë për i gjirim me sinarin. I palashëm. Ylli, me na knu, që shaka ka zanat? Me knetësi. Hajde zemër të hangësha. Bolle mirë, luj ma doren, vaj qiljani, jakionen. E bolle mirë, luj ma doren, vaj spejone, jakionen. Mirë po mlur maj, vaj s'qyqek, luje, atë bystek tanë, majna paren, oje ma mira, sa i ma halen. Atë bystek tanë, majna paren, oje ma mira, sa i ma halen. Bolle mirë, luj ma doren, vaj spejone, jakionen. E bolle mirë, luj ma doren, moj mimosa, jakionen. Hey! Vaj shpejone, jakionen. E bolle mirë, luj ma doren, vaj shpejone, jakionen. Shuna, hajde rritë pak, ova! Do it!
pigjik dolja me t'pat, për ty malim pas karat, për ty malim pas karat. O ka pigjik dolja me t'pat, për ty malim pas karat, për ty malim pas karat. Veç një kafe bashk me pit, veç një kafe bashk me pit. Jasha Shumë aman aman, flak dojna me kalle. Son te konsom shumë aman aman, flak dojna me kalle.
super balad, me një vokal të jashtëzakonshëm me shumë duar trokitje, Shqipri Kelmendi. Me një hera? Qu. Mini rendi. Qu, Bilbil. Se shmu do kjo zemër shkreta, këtë gurbetësi, në vetëmi kalo jeta, o ju shokët e mi. Se shmu do kjo zemër shkreta, këtë gurbetësi, në vetëmi kalo jeta, o ju shokët e mi. Qaj moj zemër mos pushon, diqu shpirti, ditë natë po tretë mbaj, s'kam njeri o halin t'ja qaj. Qaj moj zemër mos pushon, diqu shpirti, ditë natë po tretë mbaj, s'kam njeri o halin t'ja qaj. Qaj zemëron, diqu zemëron. Për nanën time, o ju shokët e mi, që m'ka rri shumë undime, veç ta shumë e sy. Ka marrë mali për nanën time, o ju shokët e mi, se m'ka rri në shumë undime, o veç ta shumë e sy. Kja i moj zemër mos pushon, diqu shpirti, ditë natë po tretë mbaj, s'kam njeri o halin t'ja qaj. Kja i moj zemër mos pushon, o diqu shpirti, ditë natë po tretë mbaj, s'kam njeri o halin t'ja qaj. Përshë shongra, o me speta djekse. Përshë shongra, o me speta djekse. Mora bira, une poj që jekse, une poj që jek. Mora bira, une poj që jekse, une poj që jek. Ek poj që i mor shoku i dashtu, o tu me u pijave. Ek poj që i mor shoku i dashtu, o du me u pijave. Se dashnore se kapa, hajt moj rafshnijave, hajt moj rafshnijave. Se dashnore se kapa, hajt moj rafshnijave, hajt moj rafshnijave. Hajde moj dashnije, për mua kenije, kënon me qifte lija man, me sinin e sije. Hajde moj dashnije, për mua kenije, kënon me qifte lija man, me sinin e sije.
dhe dite Rafshti javë më rafshti javë Sot bohem dhe dite Unë ka me dashnorja jeme Unë po du me dite Unë po du me dite Unë ka me dashnorja jeme Unë po du me dite Unë po du me dite Du me ditoj mos kanë zonë A i mor tjetër t'jale Du me ditoj mos kanë zonë A i mor tjetër t'jale Se dashore nun celja Shpetim sa t'jam gjale Une sa t'jam gjale Se dashore nuk e la Ili sa t'jam gjale Sina në sat jam gjallë Hajde më i dashnije Për mua ke lije Knon me shifte lija man Me synin e sije Hajde më i dashnije Për mua ke lije Knon me shifte lija man Me synin Hajde bravo Shka është të mundu Se zvëqesh moj Manu shaqe kushtit ka i dhënu Ju ofrova dhe pyta Emnin si e ka Me nga dar Ju t'i busjeshja O da dushda Dushe me ta Kongën me këndu Për dashrinë e re Vazhdi shka ashtu t'mullu Emrim se s'ma the A dhuval Shka që prej me je Shdo në t'vjene nshe Ti mirë për emër pyta Vrata dushda Dushe me the Si ma vrone zemre në krush Da 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 oj da dush Si kur unë se do të kërkush A da da oj da dush Si ma vrone zemre në krush Da 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 oj da dush Si se feraj sa kërkush Po çfarë nota sonte çuna i lodh? Nuk lodh, domethënë nëse i vesa i lodh, ka bëj se këta janë s'palodhshëm. Ai nuk u kënos sonte. Shumë mirë. Por zotin. Domethënë e kisha bënë një emision për fillimit me këta njerëz dhe me këta që kemi këtu ekipin e operatorëve që kemi përballë. Sonte jo që lodh, sonte jo, po nesër e kishin vazhdu prap. Çu bëri balon se ngom. Dhe sa herë kam ngu. Sa herë kena ngula krejt vash. Domethënë ka ato baladat vdekje prushse, domethënë është vakcinë me të mytë në vend. A di kështu që të shtyn vakcinën në vdiqe, ike. Këngëtari që thon, Ha, pren. Gjelet. I pren. Gjelet e ka emrin ky. Doktor Zheleta. Zheleta. Edhe na lo po jam tu knosh. Ta bilbyla me pas afër mos më knosh.
vallaj vetë zotin pik fjellit thojmë na. Domethënë tu rrezu dilli kështu. Mimoz, fqosh? Pis vitrës, plus femën, plus me shumë kujdes për paraqitjen skenike dhe për vokalin për kretë, e lodhme po zonin pushk. Kështu që çushte na pak ta kallim këtuhen. Ç'është den ti? Patjetër. Jom dhe me raki aman aman, jom dhe me raki jom dhe me raki aman aman, jom dhe me raki ty kam rënda shti jo sëmër, ty kam rënda shti ty kam rënda shti aman aman, ty kam rënda shti Mimoz këno zemra. Faleminderit shumë. Po m'doket që hiti më i madh i soj vere, padyshim ka qenë arabika. Protagonistë janë fjalë këtu afër meje nuk ka pas dasë gjysuk nuk ka 10 herë sunis dasë mas ka përfundu dasë mas ke pas kerr, makinë, rrugë, klub, që nuk ka një arabika. Eugena këtë vere ka pas yllin edhe ka pas vetën, kështu që koha ka punu për ty në këtë vetë. Kështu besoj që je edhe zotit normalisht dhe publikut edhe kretëve. Po na kënën live resonte që të arabikën të qumë edhe na ta bojmë pak kështu shërhet këtu. Po ka kuptim, po su këndu. Si me thonë me shku me hangër bukë mos me pi ujë, ose mos me hangër pak bukë. Si nënë? Shumë e sakt. E sakt. Të gjithë bashk për Eugena Aliu. Hajde!
Sigurt. Kja arabika, po këse ishe ku mirë? Dhe më thonë, dhe këtë pikës të këmë pa që mund është me... E lunë të belin. Këno, e lunë të belin, e lunë të tak, e lunë belin. Qërëm, mentor, dhonë të nuk o mirë me lu shumë belin. Nuk o mirë për ty, për këta o mirë. Apo këptanë për ty o pak maranë se kjo, dhe më thonë, dikon të ry belin, të valdu. Sinanin ma shumë meke kam se dhondër, ma shumë shok. E vërtet, Panini që... 30 vjetë. Bili ty mos kofshe le bashkë për e herë. Qas më të qinini? Jemi një datë lindje. Një datë lindje. Për i datë? Për një vit. Për një vit. Po? I ditë para, i ditë më i madhëson. Një ditë. Dë po më sënet, po? Atë jo për i thash. Atë ne keni kryu edhe këtu punë. O idiot. A peshani publikët ashër? Mi vetë për sënet ti, thoni idiot, me thirë, apo vje me kënung, po dhe me herë. Po mësë ti me kënung, po, qështë jo. Mi të sanë, nuk thash, nuk është, nuk banale. Mo atje kone, po. Pa drejt, këtu dhe me këmoj idiot atje po, më pësi jo dhe pakshish. Morim pakshish, morim mirë që ka të pranë, e qojnë në shpe. Ha Shqipe, falë. Ja, nuk i dojnë pakshish. Ja, nuk i dojnë, ja. Synetit dosma, vesh. Vesh kujna? Synetit jenë vesh dosma, vesh. Ja. Qësh janë këtu? Synetit janë zënë ka syneti, Po. dosma janë zënë ka shpija. Okej, jo, të më treguni tregim popullor kështu. Tregim popullor. Lo zamra për arabikën. E kishti me këtyja zinone me të këse në gjithë. Me i dridhë belin edhe djemë sonte, po ju dy vajzat kështu. Dhe thonë badihava djemë valëzojnë për vajzat shkelqenjë. E ka është, ja ka dhonë zoti edhe këto shkelqenjë valëzime edhe në kështë gjanash. Që shka mundësi mungu konga e mëntër 30 vjetë. 30 vjetë një kongu të halo sot. Ashtë interesant. Ha? Ashtë interesant, edhe besom. Ha? Të ardhë me kohën, të bo matë vjetra, gjdo mbromje ku shkoj. Si vena. Besom. Simjona. Gjithë publiku që i vjen edhe kongët, ato ma mirë se unë i di. Unë e bile kam nisë mi harru ka pak të vjetrat, Po. besom se me cekin publiku. Krejt i knojnë bashkë me mu. Unas, Teuta, Bravo. gabimisht. Në këtë kongë që ka janë, shumë interesant. Shumë interesant. Bravo. Edhe jam mirë njës, seriozisht, jam shumë ashkënatësi kur t'i knojnë publiku kongë. Ashkënatësi e madhe. Ato e në pashaporta jote në momentar? Po mirë, me gjitha ta, ka dalë këngë. Publiku është rrit me ato këngë. Po, ma dhe generatët e reja, zi. Pa këngët e para janë pavdekshme. Unë e takova një djallë, ishko me një qëndë vogël. Edhe tha, pe nje? Tha i vogël, tha i ja. Kishë pas a i 10-12 vjetë. Tha nuk e nje babës, tha, po kur ti bash 18 vjetë, 20, kur t'lojnë femna e nje. Kur të ngullesh dikon, të kjo shkon. Të kjo ki mënal. E pa tjetër Të kjo ki mënal. Qu për këta. S'po t'nguzi dhe pak. Qu për këta plus 18 pak. Sinan, qka kemi thonë këtyre njerëzve më burë që për e me, tash po flasë për gjithë juve, ju ka supportu kaq gatë publiku, ju ka mbajt kaq shumë, ju ka dash kaq shumë, ju ka përkra kaq shumë, po, ju keni dhonë publiku shumë, normalisht, po, i keni rezistu tregu, se tash 25.000 kongë dalin në ditë. Dhe nështë, e u keni problem me konë të në kohën i update-u, me konë mimuz dreg, se plët këngëtora, plët konkurencë. Shpëtim, Ha, zemër. kjo që ndodhë me shqiptarët është e jashtë zakonshme. E vërtet? Ne jemi tregu vogël. Po, Nuk jemi një shtetë si Italia që ka 80 milion banor. po, Nuk po shkoj larg, po kemi komshit tanë grekët. po, Vetëm Athina është 12 milion banor. e Një shkreta. qytet. Kështu që ne jemi tregu vogël, me gjithatë, mbështetjen, publikun, atmosferën që kryojnë shqiptarët, rrallë ndodh edhe në vendet më të mëdha se ne. Kështu që këngëtarët shqiptar janë shumë me fat, shumë privilegjuar nga kjo pjesë. Kështu që gjithë falenderimi, jo vetëm imi, po unë besoj gjithë kolegëve, është respekt për ulemi përpara këtij publiku të jashtëzakonshëm, mos ta harrojmë që jemi dhe popull i varfër. E vërtet. Ama Por të lumtur. muzikën, këngën, artistat i respektojnë dhe i vlerësojnë në majat më të larta. Kështu që gjithë minjoja respekti shkon për publikun që në ka dorë të rritur të gjithë dhe ne. Bravo! Apo që është, se e të kam apo që tu edhe dyqysh, u konë që këtë vetë për ty,
Çu vazhdoja çështë që ke nisë edhe ta mbyllim edhe këtë vit bashkë. Patjetër. Hajde Eugenia. Për ton jetën unë të do të duam, për ton jetën kemë m'pas, në të mirë në të keq me ty, unë gjithmonë do jem aty. Për ton jetën du me dash, du me pas, sytë tu që po të më kam. Jetën e jos më ditë se për ty, unë jetoj vetëm për ty. E nuk është haram më haram, e dashni janë që për ty kam, e zita zisa po bëj drit, hajde hajde jam të vrit. E nuk është haram më haram, e dashni janë që për ty kam, e zita zisa po bëj drit, hajde jam të vrit. Ai my soul. Për ton jetën unë ty do të duam, për ton jetën kemë m'pas, jetën e jos më ditë se për ty, unë jetoj vetëm për ty. Për ton jetën kemë m'pas, tu me dosh, në sytë e tuaj që po të më kam. Jetën e jos më ditë se për ty, unë gjithmonë do jem aty. E nuk është haram më haram, e dashni janë që për ty kam, e zisa zisa po bëj drit, hajde hajde jam të vrit. E nuk është haram më haram, e dashni janë që për ty kam, e zisa zisa po bëj drit, hajde hajde jam të vrit. Wala lillahi lilala, wala lillahi lilala, wala lillahi lilala, la la lillahi lilala, la lilala, wala lillahi lilala. DJ, DJ, hey, 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 Haydi DJ, 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 DJ. Opa! Opa! Ja bibi, ja bibi, ku je ti ku je habibi. S'ko mamir, s'ko bom, veç me ty me, zume u
ke qift jam boj, valla i s'du tjetër gjoj, qa do boj do kismet, bukur oshin e kogjet, isha te ke qift jam boj, valla i s'du tjetër gjoj, qa do boj do kismet, bukur oshin e kogjet. E në loj, 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 e s'përa që i ka njëzoj, e në loj, 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 por më mirë se së një gjoj, e në loj, 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 e s'përa që i ka njëzoj, e në loj, 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 por më mirë se së një gjoj. Ajde ti që ma to, Kdo zemra Eugena, qa keni me thonë publikut për fund, jena gati ka fundi, cili është urimi për këtë vit, 2026 që po shkojmë Sinan Hoxha, Mimoza, Mentor, Yll, Eugena, Shqipëri. Qa kemi thonë o Sinan Hoxha, këtyre shqiptarëve tonë të dashëm këtë botën që janë për këtë fund vit? Ne jemi këtu në Prishtinë, Po, edhe unë si këngëtar që vi nga... Si këngëtar, mi jam të kamera këtu, po. po. Edhe unë si një këngëtar që vi nga Shqipëria, unë mendoj që jam shumë e fat që të gjitha tre Shqip folse më kanë bështet sot e 30 vite. Me gjithë zemër, uroj që gjithë shqiptarët, viti i ri, t'i gjej sa më mirë në shpirtin e tyre, fat, mbarësi, shëndet mbi të gjitha, edhe një herë tjetër gëzuar me që jemi në prag të festëve të fundvitit. Për gjithë besimtarët e fesë katolike ju urojmë gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri. Për gjithë shqiptarët, gëzuar, pa që gjithmonë gëzime dhe vetëm gëzime në familjet e juja. A dy që po më do dhe thonte Sinoni, na në Kosovë, do më thonë, ku shkojnë për ngushëllime, atë e lën njëri me prinj, atë për krishnosh. Po sonte të kem lënë ty. Tha, ke edhe shkëm. Sonte të kem lënë ty edhe sonte, do më thonë Sinoni ka folë namën te edhe ka drejtuar emisionin. Ai është mirë me drejtuar emisionin. Ai është në një farë. Ishte në fakt e vështirë. Pse? U bë shumë e vështirë pasi ne kemi 12 orë që merrem me këtë spektakël sot. Sepse gjithçka është qëndisur detaj pas detaj. E vërtet. Është janë Nuk dashëm edhe 5 orë përfundon ky. Domethënë ne jemi të lumtur gjithë të po më ndar. Por kur vjen fundi i vitit, gjithë artistët, gjithë këngëtarët, talentatrisë, seriozisht ka shumë këngëtarë të mirë që po këndojnë shumë bukur. Domethënë edhe ju jepet mundësia me marr pjesë në për xhirime, në për domethënë në vende ku po bëhet muzikët. Kur bëhen xhirimet e vitit të ri. Vërtet. Unë uroj gjithë trive fat, inshallah e kapin mirë, se kur e kam bënë videoklipin e parë, të parin, jo, e kemi bënë 90-ën, unë s'kam pas ku me këshirë video e kam bënë, mas 6 mujve e kam këshirë se s'kam pas ku me këshirë. Do me thonë e ki gjiru, e kemi gjiru për s'kam pas ku me bënë. Ka dalë, ka dalë videoklipi dhe që ke pa pas 6 mujve. S'kam pas ku me këshirë, s'kam pas video në shpi. Problemi është të tri tash kanë shumë... A pesheni publikit dashur kur kënën këj burë dhe thonë që këtu? Vala zërim s'ka pas. Edhe halon prapi njëjti. Jo, e vërtet është se, dhe më thonë, është knatësi kur për shap trit, unë na bëjmë muzikë në bolero, atje na në Zvicër, edhe ato pronarët e boleros Artone, edhe si ti binë loj artistët. Besom,
ka talenta që seriozisht kënaqën mirë. A më falë tash se po ndërprej ky dhonrryt e gjiroj sot një klip tha mundi më shumë nesër. Për dallim prej teje. Po shiko. Te ato është mas 2 vjetë. Unë s'kam pas ku me këshir, ku me pa klipin, e kam bo, pas s'kam pas ku me pa. Edhe tash ka ke qëtër sistem, ke qëtër kohë, ke gjithë shka është. Tash o ma letë dhe më thonë, po është ma vështirë me depërtu. Se ka shumë, ka... Unë tash, qatë klip kër e kam bo, qëta e kam bo dhe mo, s'na ka njoftë kërkush kur këngëtarë në femikon vjetrit në kohën tonë, në sti përmeni me emna, në të kohën 91, 92, 93, ti kemi kënu, dëri vonë, dhe më një herë nga kanë pa dhe mo, nga ka pa kush ka pas video se të emision, ku ki pas televizion? Prishtina ka unë, po ne s'kemi dojnë Prishtinë. Ata kanë shu sërbisht? Sërbisht, po. Dhe kohën e kur ke fillu ti me bo... S'kemi pas. Me bo musik, kur e ki pati si në... Projektin e parë, kur e ki pati? A ki bo në videoklip që se ki pati 6 muaj që kë? Jo. Mërë si në... Kush ishte pyetja? Për videoklipin. Videoklipi parë? Po. Unë jam pak më i vonë se mentori. Në fakt, unë videoklipin e parë e kam bërë 1996, një bashkëpunim me radio televizionin shtetëror, RTS-n. Ajo ishte vetmja dritare për artistët. Shqipëria post-komuniste. Shqipëria ka qenë akoma më e vështirë. Ne jemi rritur duke ngjuar këngët e sistemit, kështu që ndryshe nga kolegët e mi që janë rritur duke dëgjuar muzikë. E kapi regjia, e kapi? Inshallah ka kapë se maestro me violin provat kanë zgjatë një 12 orë. Jo, 24 orë. Jemi këtu që 24 orë, po. E ka kapë pak ai gjumi i Saboj, Shqipa jemi këtu. Shqipe, a ke flajt? Jo, këtu jam. Këtu ai. Jo, jam këtu po kënë shtu menu. Ka flajt një ju lu. Aje ka një instrument dhe i ka një 7-8 tjerë mrapa. Që këtë me mungu, këtë mund e të fërqajt halo. E zavëzojnë. E vërtet. Po kur del të në skin, ty zavëzën asnjoni. E flajt. Jo, s'kuj me flajt. Po, flajt. Apo mërë verë, shtu që duhet me konë aktiv gjithë, kur jemi në skin. E vërtet. Dhe në qatë moment, do sakrifica, që qka. E ka kapë gjumi. Po gjumit mërmaj, nuk të vetë, ma burët mërë me vetaj. Vjenaj! Na të gjashtën Shqipërinë post-komuniste. Inshallah më zëtë s'kthejet mo kur aja kur ka bon këngëtari videoklip e ka pa pas 6 mujve, po tash bot klipi sot e publikon nesër e sheket Shqiptaria. Mimoz, një balad që ki qef ti me shkri kështu. Po do ta bëj një balad shumë, një nga baladat mia të para. Që i ki target kështu. Është një balad që e kum nxjerr në albumin e parë. Në albumin e parë tonin? 2002-2003, po. Sa patem nis, mas 2-3 vjetë me shku me kënune për koncertën e për malëzine, për ullqin të shqiptarë. Hajde mim se më ka marrë molli dhe mu me një. Nuk e kam këndu. Atë balad. Unë e kam qep me një balad, dhe publiku pëse. A shkojmë? Lotët nga sytë e mi, jetoj me kujtimin kur më the të dua vetëm ty. Dhe pak qaste që jemi bashk, do të mundohem të dashuroj, do të ndahem me malë të zjarë që shpirtin të ma mundoj. Lëri e gjuj, le të barti, këngën time deri të ti. Dhe në mbrëmje i vetë mua kujtoj e tonën dashuri. Lëri e gjuj, le të barti, këngën time deri të ti. Dhe në mbrëmje i vetë mua kujtoj e tonën dashuri.
ty, pa të vetë më shpres, pa dashuri, dhe sa herë që dua të ndjej, vete dhe gënjej. Dhe qdo gjëret vetës ma ulkoj, se në pritje du të jetoj, dhe shta dhimbjen mund të shëroj, kjo për që e këndoj. Lëri e gjuj, le të parti, këndën time deri të ti, dhe në mbrëmje i vetmuar kujtoj e tonën dashuri. Lëri e gjuj, le të parti, këndën time deri të ti, dhe në mbrëmje i vetmuar kujtoj e tonën dashuri. Publikët dashur, kaq sonte e patëm një emision pak ma gjatë se zakonisht, i patëm gjithë ta yje që unë i kam edhe miq, tash e shumë vjetë, po pse i kam miq unë i qaj në shpi, po i do publiku edhe janë këngëtarët ose ndër këngëtarët më të mirë që i kanë krejtori shqiptare. Kështu që respekt për secilin për juve që një kanë sonte këtu dhe keni bërë maksimumin për neve dhe për publikun tonë. E di që edhe ju keni kalu mirë, e di që jeni lodh, e di që kur këndohet live normalisht lodhja është pak më madhe se sa në për tjera vene ku këndohet kështu me atë qipin. Po ata që dojnë me tregu që shknojnë që vëlla arena ku është, ky është një farë arene si nën këtu. Ja sheshi ja me i dani. Ja sheshi ja me doni, jo na thojmë Kosovë ja hunin, jo Tirshit, njonën po. Faleminderit shumë vëllezërin Seferi që janë gjithmonë me ne dhe janë band fantastik. Janë band hite, domethënë këtu kur kanë filluar me punu me këta, këtu kanë shpërthyer hitet, kështu që nuk kanë munal. Ju lumt për punën që e bani edhe për punën që e keni bërë sonte. Jeni fantastik ekip. Sinan Hoxha, faleminderit shumë që ishim bashkë që 48 orë, jo këtu po dhe në Prishtinë. Me dërgo të ishë i miko i midashtu, faleminderit shumë që ishë me neve. Ty të kena këtu se këta mentoj shkon për Zvicër, Sinoni për Tiranë, ti e Jonit, mësë pofshim nesër, shihim mas nesëri. Mimoza, faleminderit që rikthejesh pas shumë vjetëve në emision. Kemi folë gjatë me bën emision bashkë, po që kismeti të kur nuk i dihet, edhe jemi prapë bashkë. Eugena, mika ime dashur, faleminderit që jemi neve sonte edhe ta uroj suksesin e këtij viti, edhe vitin e ardhshëm edhe plot vite të tjera. Faleminderit shumë edhe ty inshallah se për vjetorit sigurisht. Faleminderit shumë. Kështu që inshallah edhe 100 vite. Bashkë inshallah. Shqipe, faleminderit shumë që je bashkë me neve, i kanë gjithmonë edhe kime kanë gjithmonë se këtu ki vend. Klasisht edhe për gjithë ata që na punon për orkestrën, për kolegë, për gjithë. Publikë dashur, unë këtu tash ulna, vazhdon atmosfera edhe pak, po ju mos e ndroni këtë emision derisa të përfundoj edhe çdo sekond i fundit të këtij emisioni. Për mua është kënaqësi me kon bashkë edhe sonte, kena me kon edhe një sa vjet me kon bashkë, edhe sa vjet më gjatë emisionin unë. Edhe një 7-7 vjet. Unë Po. Si do të bëhet edhe me veti po thot musha me vlajt një herët, ti mund të ka dush mandej. Natën e mirë për meje, shimi një anashme. Një 2 vjet ne kalove bash, qovam si për me kërku, dole të
nej. Yalla şoför yalla, komiye tu ishku. Yalla şoför yalla, komiye tu ishku. Se rruga jote shofer, shumë larg ka qellue. Se rruga jote shofer, shumë larg ka qellue. Yalla şoför yalla, komiye tu ishku. Yalla şoför yalla, komiye tu ishku. Yalla şoför, tütelum dora. Yalla şoför, tütelum dora. Sa shpejt ka prune shofer, lë për vendetora. Sa shpejt ka prune shofer, lë për vendetora. Yalla şoför yalla, tütelum dora. Yalla şoför yalla, tütelum dora. Hadi maestro. Zotë du ma njëri tjetër, se ti mu ma theve zemrën. Inshallah, qurit të madhe të urej, t'i laj katar. Zotë du ma njëri tjetër, se ti mu ma theve zemrën. Inshallah, qurit të madhe të urej, t'i laj katar. Hajde grupi Seferi.
Nardi. Zotë du ma njëri tjetër se ti mu ma të bezemurën kisha dëm Shurit të madhe të urej, ty laj ka ta